Me rastin e çeljes së sezonit turistik në Pogradec, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxhe së bashku me kryetarin e Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, përfaqësues të prefekturës Korçë dhe ambasador të akredituar në Shqipëri, vizituan rrugën historike Naim Frashëri, një prej investimeve më të rëndësishme të realizuara së fundi në qytet. Projekti financuar nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, Bashkinë Pogradec dhe kompaninë e ndërtimit Valona u përmbyll me sukses pas një viti punimesh intensive. Investimi ka përfshirë restaurimin e fasadave të banesave përgjatë rrugës, ruajtjen e elementeve karakteristike të trashëgimisë kulturore dhe transformimin e zonës në një atraksion të ri turistik për qytetin liqenor. Atmosfera festive vijoi edhe në mbrëmjen e ditës së premte, kur rruga e restauruar u vizitua nga vajza pjesëmarrëse në spektaklin Miss Shqipëria 2026. Mes fotografive, xhirimeve promovuese dhe momenteve artistike, bukuritë e lagjes historike morën vëmendjen e parë publike në prag të sezonit veror. Autoritetet e konsiderojnë këtë investim si një hap të rëndësishëm në promovimin e turizmit kulturor dhe në rivitalizimin e një prej zonave më të veçanta të Pogradecit. Rruga historike Naim Frashëri hap një kapitull të ri për turizmin dhe trashëgiminë kulturore të Pogradecit.